Simbiotë e Zvicra mes fuqive të mëdha, historia e një vendi pa dalje ndet, me 4 gjuhë dhe pak kryqëtet klasik. Zvicra është një nga vendet më të çuditshme të Evropës, pa dalje ndet, e ndarë në disa gjuhë, e rrethuar nga fuqi të mëdha si Franca, Gjermania, Italia dhe Austria. Dhe megjithatë, për më shumë se 200 vite, ajo ka qëndruar jashtë luftrave botërore. Por si është e mundur për ta kuptuar këtë, duhet të kthehemi shumë pas në kohë. Zvicra lindi në vitin 1291, kur 3 kantone malore u bashkuan për të mbrojtur nga Perëndëria e Shenjtë Romake. Nuk ishte një shtet i madh, por një aleancë mbijetese. Banorët e saj ishin fshatar dhe barim, por shumë shpejt u bën luftëtar të frikshëm. Edhe pse sot njihet si neutrale, Zvicra nuk ka qenë gjithmonë paqësore. Në shekujt 14 dhe 15, zvicerianët fituan betejë të rëndësishme kundër ushtrive më të mëdha. Betejë e Morgartenit në 1315 dhe betejë e Sepashut në 1386. Ata përdorën terrenin malor dhe disiplinën për të mundur kalorësitë europiane. Në vëll, ushtarët zvicerianë u bën aq të famshëm sa shërbenin si mercenarë lejtar në ushtritë të Evropës. Edhe sot, garda zviceriane e Vatikanit është një mbetje e asaj tradite, por pas humbjes së rënd në betejën e Mariganos në 1515, Zvicra kuptoi diçka shumë thelbësore. Luftrat jashtë kufive i sillnin më shumë humbje se sa fitime. Në vitin 1815, pas luftrave napoleoniane, fuqitë europiane njohën zyrtarisht neutralitetin e përhershëm të Zvicrës. Dhe gjatë herë, nuk merr pjesë në luftra, nuk bashkohet me aleanca ushtarake, nuk lejon ushtritë të huajnë në territor. Neutraliteti u bë identitet kombëtar, jo thjesht politik. Zvicra është një fortesë malore, Alpet e bën pushtimin jashtëzakonisht të vështirë. Gjatë luftës së dytë botërore, Hitleri e kishte në plan pushtimin, por kostoja ishte shumë e lartë. Zvicra ishte neutrale, por plotësisht armatosur. Çdo qytetar mashkull kishte trajnim ushtarak dhe armë në shtëpi. Interesante është se Zvicra zyrtarisht nuk ka kryeqytet, bën quhet vetëm qyteti federal. Kjo shmang rivalitetin dhe ruan ekuilibrin mes rajoneve. 4 gjuhë, një shtet, gjermanisht, franqisht, italisht dhe rumanisht, por askush nuk është më i rëndësishëm. Ligjet, dokumentet dhe institucionet funksionojnë me shumë gjuhë. Identiteti zvicerian nuk bazohet te gjuha, por te rregullat dhe besimi. Zvicra ka më shumë banka se McDonald's, ka bunker për pothuajse gjithë popullsinë, populli vendos ligje përmes referendumeve edhe trenat vënohen, por shumë rrallë. Zvicra mbijetoi sepse nuk provokon, nuk përçahet, nuk sulmon, por është gjithmonë gati të mbrohet, një vend i vogël me mendje të madhe. Nëse të pëlqen kjo histori, mos harro ta shpërndash, sepse ndonjëherë paqja është tragjedia më e zgjuar.